Të nderuar besimtar, në këto ditë ne po shkojmë drejt disa festave që në vendin tonë njihen me emrin festat e fundvitit. Dhe jemi detyruar që të themi dy fjalë, sepse kemi amanet për ata të cilët janë musliman, për ata të cilët vinë në xhami, dhe ndoshta nuk e dinë se çfarë gjykimi ka që muslimani të përfshihet apo të festojë. Themi se këto festa, ata që i kanë, është puna e tyre. Ne nuk ndërhyjmë dhe nuk flasim sepse të tjerët festojnë. Çdo kush feston festën e vet. Çdo kush gëzohet në festën e vet. Nuk është puna jonë që të pengojmë njerëzit, as t'i ndalojmë. Ne këshillojmë edhe obligimin fillestar dhe më të rëndësishëm e kemi të këshillojmë ata të cilët janë musliman. Muslimani kur hyn në fe, kur hyn në islam, duhet të di se nga qëllimet e kësaj feje madhështore është që muslimani t'i jap një karakter të fortë dhe ta bëjë atë udhëheqës të njerëzve në mirësi. Të mos mbetet muslimani pasues dhe imitues i të tjerëve, qoftë edhe në të kotën. Pra muslimani ka një karakter të fortë, ka një besim të fortë, ka një vendosmëri, ka një argumentim me cilin ecën. Është i qartë në rrugën e tij. Nuk i bën gjërat për hir të njerëzve. As nuk sëmuret nga sëmundja e hipokrizisë, apo lajkave, apo servilizmit, apo sindroma e të imituarit atë që është më i fuqishëm. Kjo i gjën njerëzit. Këtë bëjnë njerëzit, imitojnë atë që është më i fuqishëm. Shqiptarët nuk kanë patur festa fundviti. Sot fillojnë që në tetor, në nëntor, festat e fundvitit, televizionet kombëtare vendosin reklamat e tyre për festat e fundvitit, cilat janë këto festa. A nuk kemi ne drejt si musliman, mazhorancë në këtë vend, që të respektohemi kur janë festat islame? Nuk bëhet. Maksimumi është një lajm se ku u festua Bajrami. Ku u festua Bajrami i Ramazanit apo Bajrami i Kurbanit. Vetëm kaq. Vetëm shkëmbimi i urimeve mes politikës edhe klerit. Nuk ka zbukurime për muslimanët, nuk ka hapësirë mediatike, nuk ka urime mediatike gëzuar festën e Bajramit, që njerëzit mësojnë me të, dhe kjo është një padrejtësi. Nuk kemi, siç thash, asnjë problematik me njerëzit e tjerë. Kushdo qofshin, por siç e shikojmë, gjithë kjo hapësirë jepet për shkak se ne, si shqiptar, e bota në tërësi, kur është e paudhëzuar, vuan nga kjo sindrom, që është imitimi më të forti. Dhe importojmë festa, cilat nuk janë tonat, dhe i festojmë. Muslimani nuk ka festa në fundvit. Ndoshta kjo është e huaj për dikë që është i ri, por jemi të obliguar të themi, nuk ka festa. Nuk ka muslimani Krishtlindje, sepse nuk është problemi që festohet lindja e një profeti të Zotit dhe njerëzit gëzojnë për të. Problemi është kur thuhet se ka lindur Zoti. E Allah i lartësuar thotë në Kur'an, lem yelid wa lem yulad. Ai as ka lindur fëmijë dhe as vetë nuk është lindur. Tek Zoti nuk zbatohen rregullat e krijesës njeriut. As nuk lind, as nuk vdes. Përndryshe do ishte krijesë. Prandaj ne nuk kemi dakord me këtë. Të tjerët të vazhdojnë punën e tyre. Ne po flasim në fen tonë cili është gjykimi. Ndërsa viti i ri është një fest pagane që sistemi komunist i kaluar e shpiku për të larguar vëmendjen nga festat fetare siç ishin Bajramet. Dhe për të lidhur njerëzit me një festë, e cila në origjinë është pagane, i lidhen me të dhe e bën festën më të madhe kombëtare vitin e ri. Dhe vazhdon ky zakon, por ne nuk duhet të jemi imitues. Ne duhet të jemi udhëheqës, duhet të jemi mësues, orientues të njerëzve. Prandaj, nuk atakohemi, as nuk na intereson se çfarë bëjnë të tjerët, por vetë duhet të ruajmë besimin tonë se ndoshta një veprim i yni shfuqizon dhe çon dëm të gjithë fen, gjithë besimin tonë, gjithë veprat tona, gjithë çfarë bëjmë për Zotin. Prandaj, ky është një amanet që jemi detyruar ta themi. Ne lutim Allahun e lartësuar që popullin tonë ta udhëzoj, muslimanët i bëj të njohin fenë e tyre, të bëj të dashur fenë e tyre, dhe të lehtësoj zbatimin e saj,
në këtë vend, ashtu si dhe në vendet e tjera. Në lutem Allahun e lartësuar që ne të na zbukurojmë me etikë islame. A i shikoni këto mësime të islamit që marrin për etikën me prindrit, me të afërmit, me komshinët dhe të tjera që me lejen e Allahut do të dëgjojmë nëse Allahu i lartësuar na jep jetë dhe mundësi. Në asnjë vend nuk i gjen. Ka që etikë madhështore. Dhe kjo është bukuria e islamit që Allahu i lartësuar na i ka dhuruar, ta marrim, ta përqafojmë, të zbatojmë, që Allahu i lartësuar na bëj jetën të bukur, ne, familjeve tona dhe shoqërisë tonë, lutem Allahu i lartësuar të na mbulojë me mëshirën e tij, na fal mangësitë dhe neglizhencat tona, lutem Allahu i lartësuar që muslimanët i kthejnë në fenë e tyre, t'u jap atyre pozitë, t'u jap atyre mirësi, lutem Allahu i lartësuar të largoj brengat, largoj sprovat nga të sprovuarit musliman, të shërojë të sëmurët, të pastrojë të varfrit, lutem Allahun e lartësuar na fal me mëshirën e tij të gjerë. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.